Sërish me ngjarjen që ndodhi në paraburgimin ose në burgun e Durrësit, ku krahas aratisjes atje pati dhe shumë të cilët janë me dënime ose parashikohen janë në paraburgim për vepra të rënda penale që ndodheshin në këtë paraburgim dhe ndërkohë që u transferuan më pas. Kur dihet që burgu i Durrësit nuk ishte një burg i sigurisë së lartë, të paktën takon veprave që ata akuzohen. A ka një hetim ose një analizë të kësaj çështje në lidhje me këta persona, si kanë qëndruar në atë burg? Përfshi këtu dhe Altin Docin, i cili në fakt kishte vepra penale të rënda dhe lidhur me pyetjen e parë, në fakt tryeza e djeshme ishte një mundësi e shkëlqyer për të bërë së bashku gjithë aktorët kryesorë në vend në fushën e drejtësisë. Ishin profesorë të lartë të organeve drejtësisë dhe një diskutim shumë informues dhe konstruktiv, do të thoja, i nxitur nga prezantimet që u bën si nga drejtori i përgjithshëm për drejtat e njeriut dhe shëndimi e ligjit në Strasburg, në Këshillin e Evropës, po ashtu dhe nga dy magjistratë të nderuar, të cilët njohin shumë mirë kontekstin aktual në Shqipëri dhe kanë përgatitur për llogari të Këshillit të Evropës dy raporte shumë të vlefshme, do të thoja, përfshi dhe rekomendimet që ju citoni, ku me të drejtë ata thonë që ka ardhur koha që Shqipëria të përqafojë plotësisht standardet e aplikuara si nga Gjykata Evropiane me Gjykata Evropiane për drejtat e njeriut, po ashtu dhe të zbatueshme në nivel të vendeve anëtare të Këshillit të Evropës, atyre të cilët ne sigurisht ne duam t'i parafrohemi edhe në kuptim të integrimit evropian, ku konkretisht erdhën me masa konkrete pra që kanë të bëjnë si me pragun që duhet të zbatohet për veprat të caktuar, duke ndarë ata veprat e lehta dhe veprat e rënda, pasi nuk ka kuptim që veprat e lehta të ndiqen në gjendje paraburgimi, përkundërzi ato janë vetëm kosto humane, janë kosto financiare, janë kosto njerëzore dhe nuk përbëjnë kurfar rreziku, pra që mund të citohet a priori në vendimet e gjykatave për të njohur këtë kërkesë të prokurisë për futjen e paraburgimit të personave për vepra të lehta dhe pa rrezikshmëri të theksuar shoqërore. Dhe ata propozojnë vinë me një propozim konkret, pra qoftë një më spaku apo deri në 3 vite, pra për vepra të dënueshme deri në 3 vite mos aplikohet, duke parë ras pas rasti sigurisht që përket autoritetet shqiptare që ta vendosin këtë, dhe kjo kërkon një analizë të theksuar, të kujdesshme, pra se cilat janë ato vepra që mund dënohen aktualisht deri në 3 vite, por që për nga vetë natyra e tyre ndoshta mund të përjashtohen nga ky rishikim, dhe nga ana tjetër ato preken me të drejtë dhe nevojën e përcaktimit shumë qartë të kufive deri ku mund të aplikohet masa e paraburgimit. Pra, derisa vite mund të zgjasen paraburgimi një person, si për një vit maksimumi për vepra deri të mesme që ato e klasifikuan, pra të një rrezikshmëri jo të theksuar, por që gjithsesi kërkon vëmendjen e autoriteteve, apo deri në 2 vite për vepra të rënda. Kështu që patjetër kjo nuk kupton një përgjegjësi të shtuar dhe për organet e drejtësisë që të kryejnë veprime hetimore dhe të një procesi tregullt ligjor në kohën më të shpejtë mundshme. Pasi sigurisht drejtësia e vonuar është drejtësia e mohuar. Lidhur me transferimin e personave, patjetër pjesa vendimarrjes për të transferuar këto persona nga burgu i Durrësit në burgje të sigurisë më të lartë, konkretisht Peqinit dhe Fierit, u bë pikërisht mbi bazë të një informacioni që u diskutua së bashku me drejtuesit e përkatësisht të drejtorisë përgjithshme të burgjeve dhe shërbimit kontrollit brendshëm të burgjeve, dhe unë mendoj që ishte vendimarrje e duhur dhe e drejtë. Dhe nga ana tjetër, sigurisht duke qenë dhe në presionin e mos krijojmë situatë të bipopullimit në burgje, për shkak se kjo nuk kupton një presion të shtuar mbi ato burgje ku kalojnë dhe personat e transferuar, po nga ana tjetër dhe marrë këtu në konsiderat nevojën për ndërhyrje dhe përmirësim të infrastrukturës të sistemit penitenciar, përfshi rikonstruksionin që po bëhet në IEVP Fushkruj, ishte e nevojshme që persona me rrezikshmëri të ulët të kalonin drejt burgut të Durrësit dhe nga ana tjetër ato me rrezikshmëri më të lartë, të cilët duhet nuk mund të qëndronin më në godinën
e cila po i nështrohet rekonstruksionit, të shkonin drejt bugjeve të sigurisë më të lartë. Ky është një proces që bëhet sigurisht mbi bazë të evidencave, informacioneve për cilët nga Drejtoria e Përgjithshme e Bugjeve, duke marrë në konsiderat verbet penale që këto persona kanë kryer dhe duke marrë në konsiderat dhe nivelin e sigurisë që paraqesin bugjet ku ato transferohen. Patjetër është një element shumë i rëndësishëm që duhet trajtuar me shumë kujdes dhe vëmendje në vijimësi dhe ju garantoj që për këtë jam çdo ditë dhe në çdo kohë i vëmendshëm si për të kërkuar informacion, por edhe për të garantuar që çdo vendim është i mirë informuar dhe është i duhur. Edison Kurani, Agjencia e Lajmeve NOA. Zoti Ministër, duhet ju pyes në lidhje me amnistin dhe zgjerimin që ju keni bërë së fundmi dhe po e paraqisni në qeveri. Pyetja është sa ulet ngarkesa në institucionet e vuajtjes së dënimit e mjediset të paraburgimit, pra do të ketë më a shfryhet mbi popullimin që ndodh deri tani dhe në vazhdim të kësaj pyetje. A mendoni se duke qenë se Kodi penal bën ndryshime të herpashershme, amnistia janë bërë dhe më parë, megjithatë mbi popullimin në burgje ka vazhduar. A nuk mendoni se prap do të përsëritet dukuria, pra ju do të ulni ngarkesën në burgje me amnistinë e re dhe deri në amnistinë e radhës do të ketë mbi popullim? Si mendoni, do të ndodhë sërish kjo apo keni marrë masa për ta shmangur? Faleminderit. Faleminderit, pyetja shumë e drejtë. Në fakt, në kuptim të shifrave, unë e përmenda më herët që janë 1280 persona të cilët gjenden sot në sistemin penitenciar, qoftë në statusin të dënuarve, apo të paraburgosur, të cilët përfitojnë nga amnistia, që do thotë 1280 persona të cilët lirohen nga populata aktuale për 4982 persona, që do thotë është e ndjeshme në kuptim të çlirimit të kapaciteteve aktuale të sistemit të burgjeve. Por, duhet të theksoj që krahas problematikës që duhet shmangur për mbi popullimin, amnistia në vetvete nuk ka vetëm këtë qëllim, përkundërzi ka shumë herë më tepër qëllimin human, që ka të bëjë pikërisht me ofrimin e një mundësie të dytë ndaj atyre personave të cilët nuk kanë më arsye të qëndrojnë në kushte të privimit të lirisë, por edhe atyre që përfitojnë nga shkruajtja e ndjekjes penale, pasi duhet ketë një kohë të arsyeshme ku organi akuzës duhet të përfundojë hetimet dhe mos zgjaten ato pafundësisht dhe personit i nështrohet një presionit të vazhdueshëm për 1, 2 apo edhe më shumë viteve që është në hetim dhe çështja e tij nuk ka marrë zgjidhje. Kështu që patjetër këtu ka të bëjë me sparje me drejtat dhe liritë themelore të çdo kujt për t'ju nështruar një procesi të rregullt ligjor. Është përgjegjësia e organeve disbatuese dhe të ndjekjes penale që garantojnë që detyrat e tyre kryhen në një kohë sa më shpejt të mundshme dhe të arsyeshme, por këtu duke vënë theksin dhe tek fakti që amnistia nuk i shërben, pra nuk shkon as në favor të personave që janë përfitues drejt për drejt në kuptim të ato e kanë kryer, konsideroj që ato kanë kryer pjesën e konsiderueshme të vuajtjes së dënimit dhe rrjedhimisht nuk mund të pretendohet që mund të ketë efekt rehabilitues apo reintegrues për disa vite më shumë dhe prandaj amnistia ofron një mundësi të dytë për këta persona. Po ashtu edhe fakti që patjetër kjo politikë, pra amnistia e marrë në kombinim dhe me politikën e re penale që ne kemi lançuar si përmes rishikimit të kodit penal dhe kodit ri total penal që do të hartojmë dhe ecim shumë mirë në këtë drejtim, falë bashkëpunimit që kemi marrë dhe mbështetjes së vazhdueshme të Këshillit të Evropës, por edhe organizmave të tjera ndërkombëtare dhe kodit të procedurës penale, shumë i rëndësishëm në kuptim të procesit rregullt ligjor dhe ku preken dhe çështje si paraburgimi që kanë sjellë pikërisht një mbingarkesë të sistemit të bugjeve për vite me radhë, që do thotë është e papranueshme që në Shqipërinë që pretendon të jetë pjesë e familjes evropiane, kemi mbi 58% të personat që janë në paraburgim. Ndërkohë që në Bashkimin Evropian, në familjen që ne duam të aderojmë, janë 1 në çdo 5 persona. Pra, ose do të vendosim të ndajmë nga mendësia e shkuar e një sistemi që vetëm ndëshkon, por më shumë të shkojmë drejt vlerave europiane, drejt mbështetjes për kategoritë sidomos vulnerabël, me një vëmendje të shtuar për gratë dhe të miturit. Personalisht jam lidhur shumë me misionin e ekzekutimit të vendimeve penale ku sot mbahen të mitur deri në moshën 18 vjeç
Dhe vërtet kjo ka qenë një kaos që është ndruar në kaos personale për mua dhe jam shumë i lumtur që edhe këta të mitur, një pjesë e mirë e tyre përfitojnë nga kjo amnisti. Dhe kjo ka të bëjë pikërisht me shtetin të cilin dhe shoqërinë të cilën ne duhet të kërkojmë dhe ta mbishërojmë së pari nga vetja, që ne jemi jo ndëshkues, jo për gjyqjet publike, jo për lincimin, por kundërzi kur flitet për liri dhe drejtat njerëzore, përfshi dhe dinjitetin dhe trajtimin njerëzor të çdo kujt, të jemi shumë kujdesshëm dhe vetëm kjo na bën vërtet europian edhe përpara se të hyjmë në Bashkimin Evropian. Kështu që unë besoj që politika e penale, pikërisht kodi i ri penal, duhet të reflektojë këtë edhe në kuptim të marzheve të dënimit. Ne nuk mund të pretendojmë të kemi vepra të cilat mund të sankcionohen dhe me ligje të tjera, apo të trajtohen si shkelje administrative, të dënohen me burgim. Por kundërzi, ne duhet të shikojmë më shumë për masa alternative të dënimit. Kjo është arsye sepse unë personalisht jam shumë i angazhuar edhe për garantimin e këtyre masave, duke përfshirë dhe implementimin e sistemit të mbikëqyrjes elektronike, që për fat keq nuk ekziston në Shqipëri. Ju e dini shumë mirë që kjo është një histori e hishme e së shkuarës. Kjo është një pjesë e diskutimit që ne patëm dhe magjistratët si magjistratin belg nga gjykata e apelit të Antwerpës, por i cili ndau me ne provojnë e mrekullueshme nga Belgjika në implementimin e kësaj mase, duke shmangur shumë ndjeshëm edhe aplikimin e masës së paraburgimit, por edhe nga gjyqtari i kasacionit në Itali, i cili gjithashtu mbështeti masa të tilla alternative, duke përfshirë dhe sanksionet financiare dhe masa të tjera si shërbimi i provës. Pra janë një kompleks nismash dhe politikash që ne po ndjekim njëkohësisht, dhe kjo falet dhe bashkëpunimit që kemi me delegacionin e Bashkimit Evropian, me Komisionin Evropian dhe me projektet nga partnerët e tjerë.